Të ka bume realisht, se në Lipjan shkoj pa balotazh krejt komplet, ndërkohë në Klin, po ashtu me gjasë zënën e lezët të ta mbaj. 45-35 Po sa me lështapët që ka rikthim dhe fitore në... Nëse analizojmë partit për parti, arben shembull LDK-n këtë rast. LDK e ka vishë një fitues, është Imre Ahmeti. I vetëm e ka fitu garën në Lipjan, në një garë e cila veç garë nuk u konë garë politike dhe zgjedhore. Dhe me thënë, Lipjani ka qenë një garë nga, po themi, garët më të ashpra, më të këqijes për përdori termet e tjera në cilin ka kalu dhe në nivel personal diskutimi mes kandidatët dhe akuzat, sidomos për fitoren aktual, dhe i njëjti doli pa balotazh. Për mu është një ndër fitoret më të mëdhaja që ka shënu LDK-ja në Lipjan këtë format në raport me Imre Ahmeti. Është interesant një fakt që aty ku ka garë tashme, publiku ju në është emancipu dhe në qatë shkallë sa gjithmonë për e favorizon ato të ultin. Modestin, edhe i cili nuk ka arrogant, i cili nuk e fyn kundërshtarin, ku se pen të shkon, njerin që është që shfaq arrogancë, që fyn, edhe që denigron kundërshtarit politik. Kjo të më anë është vetë në shumicën e komunave të Kosovës. 2200 vota e në Klin. 2200 vota. 2200 vota nga diaspora. Nuk e dim tash sa prej tyre janë të regjistruar, i bie që po, e kanë shfrytzuar të drejtën, sepse kur regjistrohesh nga diaspora të vjen edhe zarfi. 2200 vota, po nëse ka trend më pozitiv në diasporë se sa, pak më pozitiv se sa e ka në nivel të Klinës, kam përshtypjen që do të mund ta kaloj pa. Në Mitrovica kena rezultate sajën vota me post. Në Mitrovica kemi projekcion. Nuk e dim, ha? Jo, e kemi. është 1200. Fix. 1200 janë, që janë regjistruar. Dhe, duke e ditur këtë, në fakt ti e bën llogarin, i fut 1200 vota tek njëri kandidat dhe nuk del asnjëri pa balotazh. 1200, po dësha me konfirmu. Për çdo rast që po ta riverifikoj. Rregull është se të njëjtën Domethënë janë 1186, kërkoj falje që thash 1200. 1186, domethënë për 14 ja pasna. Për pjesëtim e sasinë e marrjes në votë edhe janë zarfa që i kanë marrë për të votuar qytetarët e Mitrovica. Për spjetimin me këtyn në përqindje. Nëse i fut 1200 vota, te njëri ose Ariani ose tek Fatoni, asnjëri nuk e përfundoi garën pa balotazh. Në varësisht nga pjesëmarrja. Që i bie, me 9 nëntor, sigur do të flasim për Mitrovicën, edhe pse ende nuk ma tregoj krenari ku i dolin ato 750 votat. Po e presim e pak minuta. S'ma kishi, si ajde shkojmë tek rivalitetet e partive politike, e nxjerrim pak, shihni këtë grafikë shumë interesante, mishka. Nëse mund ta nxjerrim edhe këtu mbrapa për panelistët, se është më lehtë ta analizojnë. Rivalitetet e partive politike thot në raundin e dytë